mirë gjatë këtij sezoni është mund ta kenë edhe Bashkimin në ligën sezonin e ardhshëm ligës parë. Po mirë është duke kanë bërë një... Është mirë kjo për qytetin Armen pak në të rinjallet pak futbolli me Bashkimin? Jo vetëm në aspektin sportiv, unë kam thënë edhe çdo herë Kumanova kishte nevojë për diçka frymëzuese. Dhe Bashkimi mendoj se 2-3 vitet e fundit, duke nisur nga Liga e Tretë, sikur ju dha pak shpresë edhe rinisë edhe qytetarëve aty se kemi diçka për të ndetur në Kumanova për të luftuar për diçka dhe mendoj se qëllimi i parë i Bashkimit që ajo ka qenë, edhe vetë emri Bashkimit, domethënë që jemi të bashkuar. Po, edhe nëse shohim tani edhe mbështetje e tifozëve, shohim që tek Bashkimi edhe që garon në ligën e dytë ka mjaft tifozë që e përkrajnë. Nëse shohim klubet e ligës parë nuk kanë aq sa është Bashkimi mbështetet nga normal, dimi historinë e klubit, domethënë është ndër ata vetëm që e ka fituar edhe Kupën e Maqedonisë para shumë vite. Shpresoj që të kthehet në ligën e parë, është në rrugën e duhur. Normal duhet edhe atje një organizim i mirë edhe për ligën e parë, sepse... Mirë që ke edhe më herët se dallon shumë kampionati ligës dytë dhe ky i parë. Sepse nuk është edhe gjithçka vetëm hyrja në ligë parë dhe pastaj prapë të kthehemi në ligë dytë edhe poshtë. Domethënë qëllimi është që të hysh në ligë parë të jesh një klub stabil, ngadalë ato të rit të Kumanovës të kenë një klub që të luajnë edhe të shfaqin kualitetin e vetë dhe kjo është më e rëndësishme besoj për klubin e Bashkimit për momentin.